Në Tiranë, ku një 29 vjeçar është qelluar me armë zjarri, cilët janë shkaqet e kësaj ngjarje dhe është arrestuar autori. Policia një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e vona të mbrëmjes së dieshme në kryeqytet, në rrugën e Dibrës, në afërsi të zonës së spitaleve, ku 32 vjeçari Franci Canaj ka plagosur me armë zjarri 29 vjeçarin Gerald Hoxha, duke e qelluar me armë zjarri pistolet në këmbë, ndërsa 29 vjeçari është transportuar dhe ka marrë ndihmë mjekësore në spitalin e Tramës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas policisë së Tiranës, ngjarja ka ndodhur për motive të dobta, shkak e që një vend parkim, pasi 29 vjeçari i cili ka mbetur i plagosur Gerald Hoxha punonte si taksist dhe ka nisur një konflikt me 32 vjeçarin Franci Canaj për shkak të një vend parkimi dhe ky i fundit më pas e ka qelluar me armë zjarri në këmbë duke e lënë të plagosur. Sipas policisë së shtetit, 32 vjeçari është shpallur në kërkim dhe ende nuk është arrestuar, por ky person rezulton me precedent penal të mëparshëm në vitin 2016 në shtetin italian. Faleminderit Igli për gjitha informacionet. Faleminderit juve.